Dhe po fillojmë me një herë. Atëherë, sigurisht që të flasësh për Excelin, gjithçka që ka lidhje me Excelin lidhet o me tabela, o me raporte, o me analiza të dhënash, o me grafik, dhe në të vërtet, ndërsa e shekon Excelin, nuk e ke të mundur që të rish pas provuar veten në shumë drejtime që të jep Exceli. Sot do të shohim pyetje që lindin dhe ato pyetje janë pikërisht që lidhen me tabela ose me element funksional të Exceli. Dhe pyetja e parë që do të shohim, ose më saktë, le të themi gjëja e parë që të shërben në çdo fushë të jetës është pjesa e statistikave. Exceli është ndoshta një nga programet më të mira për të bërë statistika të thjeshta dhe të komplikuara. Mjafton të dish ta përdorësh. Edhe faqja që kam hapur është faqja e një tabele me të dhëna të cilat nuk janë të vërteta, të dhënat e një kompanie dhe punonjësve të saj, dhe sigurisht që këto të dhëna kanë për synim që të transformohen në një trajt statistikore. Pra në rastin konkret, pyetja që është ngritur dhe që është ajo që na kërkohet në jetën, në punën tonë, është ndërto statistikat e kësaj tabele, dhe me statistika nuk kuptojmë të gjejmë totalin e pagave për shembull, ose të gjejmë mesataren e pagave, të gjejmë numrin e punonjësve, të gjejmë cila është paga maksimale, cila është paga minimale, cili mund të jetë minimumi i dytë, maksimumi i dytë, ose cilat mund të jenë 5 pagat më të ulta ose 5 pagat më të larta. Pra janë statistika të përgjithshme që secili prej nesh do përballej me këto lloj statistikas. Dhe sigurisht që kur bëhet fjalë për statistika, ajo që të vete direkt në mendje është që do punosh me funksione, sepse pa punuar me funksione nuk kalon dot direkt në statistika. Dhe funksionet që do përdorim fillimisht janë funksione të thjeshta. Nuk do të ndalemi te funksionet e përbëra, dal nga dal vështirësia do të rritet, ju garantoj që nuk ka për të qenë shumë e thjeshtë në vijim, por gjithsesi nëse e shikon dhe rishikon këtë video do ta kesh më të thjeshtë për të zhvilluar veten në këto aftësi që do të mësojmë. Së pari do të shohim statistikat dhe unë do të përpiqem t'i shpjegoj sa më thjesht, sa më kuptueshëm të gjitha këto statistika elementare. Nuk do kalojmë në statistikat e komplikuara. Do fillojmë me të parën, që është pikërisht totali. Sa herë dëgjoni në punën tuaj ose në ambientet e punës tuaj fjalën total? Fjala total lidhet ngushtësisht me funksionin shumë, që do të thotë çdo gjë që është totale do të thotë që është shumë në vetvete. Funksioni shumë në anglisht është sum, dhe në fakt të gjitha funksionet që përdoren në Excel janë në gjuhën angleze. Për fat të mirë jemi brenda ambientit të Windowsit dhe në përgjithësi ky term i funksioneve në gjuhën angleze ruhet në të gjitha programet e paketës Office, po jo vetëm programet e paketës Office, po dhe më shumë se sa kaq edhe në programet e tjera që janë pjesë e Microsoft Windows. Tani, në kontekstin e totalit, patjetër që ajo që të shkon mendje është që do përdor funksionin shumë. Dhe atë do të bëjmë, dhe dua që të rikujtoj pak si ndërtohet një funksion, dhe një funksion gjithmonë fillon me shenjën barazim. Ta dini që një funksion pa shenjën barazim nuk mund të ekzistojë në Excel. Gjithmonë duhet shenja barazim për të identifikuar funksionin. Dhe identifikimi i funksionit pret që ti të japësh emrin e funksionit, dhe emri i funksionit në rastin konkret, meqense është total, është sum, që do thotë shumë. Pas shkrimit të emrit të funksionit, ajo që pritet në pjesën tënde të deklarimit të këtij funksioni është të hapësh klapën, ashtu si në matematik, pasi hap klapën priten variablat, të shkruash vektorin që do t'i bësh shumën. Dhe në rastin konkret me butonin e majt mausit, unë selektoj vektorin që do t'i bëj shumën, që në rastin konkret është qelizat K2 deri në K21. Këto qeliza patjetër që përfaqësojnë rrogat e të gjithë punonjësve, por që në fund fare pasi të mbyll klapa dhe të klikoj enter, mua më japin një numër që është 9325, që është totali i të gjitha pagave të kësaj kompanie. E kështu kemi nxjerrë statistikën e parë që është totali i pagave, do të gjejmë një tjetër statistik, tani do të gjejmë mesataren e pagave, dhe mesatarja përsëri fillohet me shenjën barazim. Emri i funksionit është average, ashtu siç i thuhet anglisht mesatares. Diku në disa versione të tjera të Excelit ose edhe të paketës Office mund ta gjeni edhe me shkurtimin AVG, që do të thotë average gjithsesi. Por në rastin më të përgjithshëm e gjeni në këtë trajt, në trajtën average. Dhe pasi hap klapën, normalisht pritet vektori që ti do t'i bësh pagën mesatare, dhe në rastin konkret unë selektoj vektorin K2 deri në K21 dhe mbyll klapën, dhe tani do të më dali paga mesatare, që është
466.3 euro paga mesatare të gjithë këtyre punonjësve. Pyetja e radhës që ngrihet në trajt statistikore është sa është numri i punëtorëve. Do t'ju lutesh që të mos ta shikoni asnjëherë në asnjë moment këtë tabel si një tabel definitive ku të thoni është e thjesht, duket hapur me sy të lirë që janë 20 persona që punojnë në këtë kompani. Mendojeni sikur kjo tabel përmban 500 apo 1000 reshta dhe ju nuk e keni të mundur të kuptoni dhe ta shikoni menjëherë në rastin konkret të dhënat e kësaj tabele, ashtu siç duket këtu. Kjo është e thjeshtë, e shfaqur kështu me 20 reshta, por jo gjithmonë tabelat janë kaq të thjeshta. Jo, në pak raste tabelat përmbajnë më shumë informacion se sa që ne po shohim. Numri i punonjësve gjendet me anë të një funksioni që nga anglishtja vjen përkthehet numërim dhe do të thot anglisht count, që në vetvete unë nuk bëj gjë tjetër veç se shkruaj barazimin, pastaj shkruaj emrin e funksionit count, hap klapën, zgjedh vektorin e numërimit dhe pasi zgjedh vektorin e numërimit mbyll klapën e pasi mbyll klapën klikoj enter dhe ja tek dalin 20 punonjës. Ka një dallim që unë dua që ta përmend kur përdorim funksionin count. Të gjitha këto funksione statistikore kryesisht përdoren për vlera numerike, po të shikoni unë jam duke i përdorur për vlerat numerike të pagave, mund të përdoret edhe të vitet e eksperiencës, por për vlerat tekst siç janë në pozicioni punës apo shkollimi apo element të tjerë tekstor, ti nuk mundesh të përdorësh element statistikor sepse nuk ke çfarë statistike të bësh. Ama është një statistik që ti mundesh ta bësh dhe është statistika e numërimit, mundesh ta bësh për tekst. Por statistika e numërimit nuk bëhet për tekst duke zbatuar funksionin count. Shikoni pak me vëmendje, nëse unë zbatoj funksionin count në një tekst, për shembull po zgjedh vektorin i2 deri në i21 që është vektori i shkollimit dhe mbyll klapën, mua do të më dali që është 0 numri i punonjësve. Realisht kjo në vetvete për mua përbën një problem, sepse unë e dalloj qartësisht që unë kam 20 punonjës. Atëherë pse doli 0 dhe arsyeja pse doli 0 është sepse nuk ka numërim tekstor funksioni count. Që ti të numërosh tekstin, këtij funksioni që ti e ke quajtur count duhet i shtosh një a në fund. Pra count a në rastin konkret, nëse e aplikon, ka të njëjtën gjenerim ashtu si funksioni count, veçse ai aplikohet dhe mbi tekst. Dhe nëse ti klikon enter, shikoni që ajo 20 që doli te counti numerik del tashmë edhe te counti tekstor. Pra mbani mend, dallojnë nga njëra tjetra count dhe count a për shkak se njëri mundet të bëj numërim edhe të tekstit. Përpos kësaj, dy funksionet të tjera që janë të ndërlidhura vijnë nga anglishtja dhe shkurtimi i tyre përdoret si emër funksioni në Excel, janë minimumi dhe maksimumi. Në rastin konkret kërkohet paga maksimale, paga minimale në këtë kompani, dhe ne do ta gjejmë pagën minimale dhe pagën maksimale në kompani duke përdorur funksionet përkatëse në statistikore minimum dhe maksimum. Atëherë do të filloni me të parën që është paga minimale, do të shkruani baraz min, që është shkurtimi i fjalës minimum, dhe pastaj do të vendosnim vektorin që do t'i kërkonim pagën minimale, dhe ja tek është vektori që do t'i kërkonim pagën minimale, këtë 221 është vektori pagave, dhe do të klikonim enter dhe ja paga minimale është 251 euro. Ndërkohë që paga maksimale llogaritet në të njëjtën trajt, veçse në vend të funksionit min vendoset funksioni max që është shkurtim i funksionit maksimum. Dhe pastaj zgjidhet vektori përkatës nga këtë dy deri në K21 dhe nxilet paga maksimale 1200 euro. Deri këtu, siç duket, kemi bërë të paktën 5 statistika, por statistikat mund të jenë të shumëllojshme dhe padyshim që jo në pak raste kërkohen edhe më shumë se sa kaq statistika. Deri tani nuk kemi përmendur asnjë statistik me shkusht, janë statistika të thjeshta, statistika elementare, statistika në të cilat përdoret vetëm një funksion dhe variablat që përdoren dhe që hynë në këtë funksion janë kryesisht teke, pra ti nuk ke 2 ose më shumë variabla për të futur. Ama në këtë moment në të cilin na kërkohet maksimumi i dytë apo minimumi i dytë, pra që do të thot paga e dytë maksimale ose paga e dytë minimale, pasi ke gjetur pagën e parë maksimale ose pagën e parë minimale, normalisht ky është një funksion që dallon pak nga ato funksione që sapo pam, sepse kur ti punon me këtë funksion, shfaqen 2 variabla. Në radhë parë kërkohet cilit vektor do ja kërkosh
minimumin apo maksimumin, dhe në rast të dytë kërkohet rendi K, që do të thotë të sajtën do. Në rastin konkret, meqense kërkohet e dyta, unë do të shkruaja për maksimumin funksionin large, që large vjen nga anglisht dhe do të thotë më i madh, dhe në rastin konkret do të hapja klapën dhe shikoni vetë Excel ju sugjeron që keni dy variabla për të shtuar brenda klapave. Njëra është vektori dhe tjetra është K-ja. Në fillim shtojmë vektorin, që është pikërisht qelizat K2 deri në K21, do të vendosim presje, sepse gjithmonë një variabël nga një variabël tjetër ndahet me presje, dhe pasi të vendosësh presje, në këtë moment vjen momenti i zgjedhjes së rendit. E meqense ajo thot e dyta më e madhe, unë atëherë shkruaj 2 në zgjedhjen e rendit dhe e mbyll klapën dhe do shikoni që shifra që del është 811 euro. Në rastin konkret, ky 811 euro sigurisht që në vetvete është paga e dytë maksimale që kemi në renditjen e pagave tona. Po për ta thjeshtuar pak, se duket që ka humbur formatin, për të marrë formatin e një qelize më përpara t'ja aplikosh një qelize tjetër, sigurisht që ka opsione shumë të thjeshta në Excel dhe mënyra më e thjeshtë pa të dashur të shkosh dhe t'i bësh formatim qelizës apo të vesh dhe të zgjedhësh një tip numerik, tip variabli, ti e ke shumë të thjesht duke vajtur tek një nga variablat që e kanë aktualisht atë format dhe pastaj klikon në komandën home tek nën komanda format painter. Do shikoni që kalon në formë kopjimi, por veç se nuk i kopjon të dhënat e brendshme veç formatin e kësaj qelize dhe pastaj thjesht mundesh të klikosh mbi qelizën që kërkon t'i aplikosh formatin e ri dhe tashmë ty ke 811 euro të formatuar. Pasi gjetëm maksimumin e dytë, logjikisht vjen edhe gjetja e minimumit të dytë dhe minimumi i dytë nuk gjendet më me funksionin large, por do të gjendet me funksionin small, që do thot me e vogla, dhe në rastin konkret do zgjidhje vektorin K2 deri në K21 dhe rendi përkatës përsëri do të ishte 2. Dhe pasi të klikosh enter do të dilte përkatësisht rroga përkatëse e dytë minimale, përsëri po jap format painter për të ruajtur formatin aktual. Tani sigurisht që ty mund të kërkohet dhe rroga e 10, rroga e 20 në kompani dhe mjafton të ndryshosh këtë kënd dhe ta shprehësh ashtu siç e do. Për shembull, po e vendos për maksimumin rroga e 19 më e madhe, do shikoni që del pikërisht 251, pse? Sepse është ai minimumi i dytë nga fundi 20 kemi si vlera në këtë tabel, prandaj del pikërisht ky vlerë e 19 në listën e maksimumeve. Pra mundesh ta ndryshosh si të duash, mundesh ta programosh si të duash. Mirë, po pyetjet që mund të vinë në kompaninë tënde mund të jenë edhe më të forta, mund të jenë të tilla që të kërkojnë për shembull 5 pagat më të larta në kompani. Edhe tani që mësuam funksionin large, do mësojmë një koncept tjetër që është koncepti i dinamizimit të, domethënë t'i kthejmë në dinamike këto formula që shkruajmë, sepse këtu në këtë formulë large apo në këtë formulë small, na u desh ta shkruanim manualisht numrin apo rendin përkatës që neve kërkojmë. Por në raste të tjera do të duhet që të zgjedhësh në trajt dinamike dhe ne do aplikojmë pikërisht këtë trajtën dinamike. Do vemi te qeliza në 15 dhe këtu në rastin konkret do të shkruanim një formulë që do të ishte formula barazi large, meqense kërkohen 5 pagat më të larta, do hapja klapën dhe do të zgjidhja vektorin e pagave. Pasi të kisha zgjedhur vektorin e pagave, në momentin që më kërkohet K-ja, nuk kam pse shkruaj më numrin 1 ose 2 ose 3 që përcakton rendin, por tashmë mjafton të zgjedh një qelizë që unë e kam të shkruajtur këtë numër. Dhe në rastin konkret po shikoni është qeliza M10 që e ka numrin 1. Dhe pas kësaj mbyll klapën dhe do shikoni që do më dali paga e parë më e lartë që është 1200 euro. Sepse në rastin konkret unë kam përdorur si rend pikërisht 100. Por a mbaron këtu? Jo, sepse kërkesa është dua 5 pagat më të larta. Atëherë ka një teknikë që quhet teknika e rëshqitjes në Excel dhe teknika e rëshqitjes apo teknika drag të lejon ty që të tërheqësh formulën tënde dhe kjo formulë që ti ke të aplikohet dhe në qelizat e tjera. Për ta aplikuar teknikën drag, mjafton ta çoni mausin në pjesën fundore djathtas poshtë dhe aty mausi juaj do ndryshoj formë nga një kryq i bardhë, nga një plus i bardhë, dhe një kryq të zi ose plus të zi
si të doni interpretojeni, dhe pasi e keni bërë këtë gjë, pasi është shfaqur mouse, ju keni të drejtë me butonin e majtë të mouse-it, ta tërhiqni, duke e mbajtur butonin e majtë të mouse-it shtypur, ta tërhiqni formulën poshtë. Sigurisht që duket që është aplikuar formula, ja tek është formula që aplikohet dhe në qelizat e tjera. Mirë, po ka një problem. Shikoni pak me vëmendje. Qeliza që ndodhet në rreshtin 10, së cilës i kemi aplikuar një formulë, në rastin konkret ka një vektor që është K2 deri në K21. Kur ti tërheq një formulë, normalisht ajo tenton t'i çojë të gjitha qelizat që ti ke në formulë një më poshtë, sepse ti ke tërhequr një më poshtë. Dhe aktualisht, nëse e shikoni, ka lëvizur edhe vektori, i cili nuk është më K2 deri në K21, po ka shkuar K3 deri në K22, pra në vetvete është shtuar me një çdo element rreshtor në këtë formulë. Ashtu si kundër edhe M10 u bë M11, por M11 nuk na përbën problem, sepse për ne është korekte ky dyshi i zgjedhur. Ama kjo pjesa e vektorit për mua përbën problem, sepse nuk e dëshiroj që të më lëvizi në rastin konkret vektori. Vektori duhet më qëndrojë tërë kohën K2 deri në K21, ashtu siç ishte në qelizën e parë. Tani, normalisht hyn në lojë një koncept tjetër, që është koncepti i absolutizmit të qelizave, që nuk ka të bëjë gjë tjetër vetëse me ngrirjen e shtyllave apo rreshtave. Zakonisht shtyllat në Excel shfaqen gjithmonë me një shkronjë, ndërsa rreshtat shfaqen me numër. Ti ke mundësi të ngrish të dyja, si shtyllën dhe rreshtin, ose edhe tek e tek. Në rastin kur ti i ngrin tek e tek, pra ngrin ose shtyllën ose rreshtin, atëherë quhet gjysmë absolutizëm ose gjysmë relativizëm. Në rastin konkret, unë nuk dua që të ngri thjesht shtyllën ose rreshtin, unë dua që të më ngrin komplet si qeliza, si K2-shi edhe K21-shi. Dhe ajo që do të bëja në rastin konkret, që edhe kur ta bëj drag, ato të mos më lëvizin, duhet i vendos shenjën e dollarit përpara shkronjës dhe numrin për secilin nga elementët e këtij vektori. Pra, dollar përpara shkronjës K, dollar përpara numrit 2, dollar përpara në shkronjës K tjetër, pra jemi te K21 tani, dhe dollar përpara numrit 21. Dhe kur ti e ke bërë këtë gjë, sigurisht që je në fazën në të cilën mund të klikosh enter, formula jote tashmë është trajtësuar, ka ngrirë pjesa e vektorit, mund ta bësh drag dhe do shikosh që në vetvete të gjitha qelizat vektorin e mbajnë tërë kohën K2 deri në K21, ama variabli i rendit përkatës K ndryshon sipas zgjedhjes në kolonën M. Dhe këtu ke 5 pagat më të larta. Pra në një farë mënyre në këtë ushtrim, në këtë lloj statistike, neve arritëm të preknim jo një, por më shumë se sa 7 tipe të ndryshme funksionesh që na dalin në trajt statistikor. Statistikat janë pyetje që vijnë në mënyrë të zakonshme në jetën tonë dhe jo në pak raste. Statistikat janë ato që japin përgjigje për shumë probleme në punët tona. Por statistikat nuk janë vetëm elementare. Këto statistika që neve pak ishin të gjitha statistika të thjeshta, në të cilat nuk ka kushte. Po supozojmë se në punë pyetja të ngrihet në një trajt pak më të komplikuar. Dhe pyetja në rastin konkret mund të ngrihet sa është paga totale e femrave të kompanisë. Mund të jetë ngritur në këtë formë, ose mund të jetë ngritur në një formë edhe më komplekse, sa është paga totale e femrave që janë analiste të dhënash. Sigurisht që sa më shumë kushte të ketë, aq më shumë e komplikuar bëhet. Por Exceli është përparuar jashtëzakonisht sepse tashmë ka futur brenda vetvetes disa funksione të cilat marrin parasysh numrin e kushteve që ti fut për një statistikë të caktuar. Në rastin konkret, për shembull, për funksionet totale, në qoftë se ti nuk ke asnjë kusht, funksioni është i thjeshtë stam. Por nëse ti ke një kusht, si ajo pyetja e parë që bëm që sa është paga totale e femrave, pra gjinia të jetë femër, i japim një kusht njërës nga kolonat, atëherë përdoret funksioni sum if, që do ta shohim se si përdoret, dhe në fund, në qoftë se ke më shumë se sa një kusht, siç ishte rasti i tretë që përmendëm, që është rasti kur kërkohej paga totale e femrave, por që ishin analiste të dhënash, pra jo vetëm gjinia të jetë femër, por nga ana tjetër dhe pozicioni i punës të ishte analiste të dhënash, në këtë rast përdoret funksioni sum if.
Dhe konteksti është i njëjtë si për shumën, si për mesataren, si për numërimin që është me count. Pra, të njëjtën logjikë që sapo përdora për shumën, duhet ta kem parasysh edhe për mesataren, edhe për numërimin. Funksionin patjetër që do ta shpjegojmë, funksionin shumë e shpjeguam pak më përpara dhe shuma funksiononte në të trajt, barazi sum, zgjedh vektorin përkatës dhe pastaj pasi mbyll vektorin përkatës, i jep enter dhe kjo është shuma përkatëse, është totali i të gjitha shpenzimeve që ti ke bërë në kompaninë tënde. Për pyetjen e dytë që ishte totali i pagave për femrat, lidh formula ose funksionin sum if. Dhe pasi hap klapën, shikon që vetë Exceli të sugjeron që ky funksion sum if ka 3 variable. Variabli i parë është cila është kolona që ti do t'i japësh kushtin. Dhe në rastin konkret, meqense ty të thuaj e femrave, kolona që e ka kushtin është kolona gjinia. Pra ti e zgjedh të gjithë kolonën e, që është kolona gjinia. Dhe pasi e ke zgjedhur kolonën gjinia, e dyta në radhë sipas formulës, nëse ti vendos presje, është kushti, kriteri, që në rastin më të përgjithshëm ti do ta vendosje brenda thonjzave, pse? Sepse brenda thonjzave shkruhet gjithmonë një tekst në trajtën e një kriteri. Dhe ja tek e keni, kolona e që të jetë femër. Dhe pas kësaj vendos presjen dhe duhet bësh zgjedhjen e tretë që është shuma. Cila është kolona shumë? Pra, e gjetëm cila është kolona që do t'i aplikoj kushtin, po cila është kolona që do aplikoj shumën? Dhe kolona që do aplikoj shumën, në rastin konkret është kolona K. Të gjitha elementet e këtij funksioni janë vendosur, mbyll klapën, klikon enter dhe shikon që vlera jote dele shfaqur në rastin konkret 4634. Sigurisht që kjo teknikë që sapo po përdorim, po japim përsëri format painter, që do të thotë kopjojmë formatimin në një qelizë që e njohim dhe e çojmë tek një qelizë e cila nuk e ka atë formatim, dhe tani shikojmë që kemi aplikuar pikërisht një shumë me një kusht. Por nëse ka më shumë se aq që është shuma me shumë kushte, ajo rasti i tretë që përmendëm në të cilën na dilnin 2 kushte, pra që të ishin femra, por të ishin dhe analiste të dhënash. Në rastin konkret ndryshon pak struktura e funksionit, sepse nëse në rastin e samifit kolona shumë ose vektori shumë qëndronte në fund, këtu në samifs kolona e shumës përkatëse të rrogave do të qëndronte e para. Pra, shkruajmë baraz, sum ifs, hapet klapa dhe shikoj që kërkohet e para kolona e shumës dhe unë do klikoja te kolona K, e pasi të klikoja te kolona K, më kërkohet kriteri ose më saktë kolona ku do të aplikoj kriterin e parë. Dhe për mua kolona ku do të aplikoj kriterin e parë pasi vendos presjen është gjinia, pra kolona E. Kriteri në thonjza do të ishte femër, sepse kështu është ngritur pyetja. Pastaj do të vendosja përsëri presje sepse s'më kanë mbaruar kushtet. Dhe do të shkoja te pozicioni i punës, që është kolona G. Do të zgjidhja këtë kolon, që është kolona e dytë, në të cilën do të aplikoj kusht, dhe pastaj pas presjes do të vendosja kushtin e dytë, që duhet të jetë analist të dhënash. Kini kujdes që gjërat që shkruani në kritere të jenë saktësisht si të dhënat që juve keni, sepse në të kundërt keni për të marrë rezultat. Sikur një shkronjë të jetë gabim, dhe ja unë po je heq shkronjën A vetëm për ta parë, po mbyll klapën, po i jap enter, shikoni që shuma del 0, vetëm për atë gabim që unë bëra, por nëse e çoj saktësisht dhënash, ja tek del shuma përkatëse 811 euro. Dhe vihet re konkretisht që unë kam gjetur përgjigjet konkrete për të 3 pyetjet që më ngritën, si për pagën totale, si për pagën e femrave, si për pagën e femrave që janë analiste të dhënash. Në këtë kontekst, sigurisht që unë kam mundësi të gjeneroj sa do të dua shuma, edhe sikur të kem 10 apo 15 kushte, nëse jam i afti ndërtoj 15 kushte, patjetër që mund ta shkruaj një formulë, edhe pse do ishte shumë e gjatë, por shkruhet. Një gjë që duhet ta keni parasysh për shumën është që totali ose shuma vet është gjithmonë më e madhe se shuma me një kusht, dhe shuma me një kusht është gjithmonë më e madhe se shuma me më shumë se sa një kusht. Ashtu siç duket këtu, për efekt kontrolli për vetveten, shikon nëse kjo renditje apo ky rregull që sapo përmenda zbatohet, dhe nëse zbatohet, sigurisht që e ke sakt. Në të njëjtën logjik siç përdoret shuma, përdoret dhe mesatarja, veçse funksioni në rastin konkret do të ishte average, average if, average ifs.
për funksionin mesatare nuk ka një rregull specifik që mesatarja të jetë më e madhe, mesatarja me kusht të jetë më e vogël e kështu me radhë. Për shembull, unë po zbatoj vetëm të dytën, average if-in, dhe average if-i do të ishte average if, do të hapja klapën dhe pasi të hapja klapën tek average if, do të zgjidhja range-in përkatës, dhe range-i përkatës është kolona e gjinisë, sepse aty do ta bëjmë, është paga mesatare për femrat, dhe pasi zgjedh gjinin në rastin konkret, do të zgjedh kriterin, dhe kriterin në rastin konkret në thonjza do të ishte femër. Pastaj do të zgjidhja pikërisht vektorin që do të bëja mesataren, dhe vektorin që do të bëja mesataren është kolona K. Mbyll klapën dhe tashmë unë do të gjeja pagën mesatare që është 514, por është paga mesatare për femrat. Për femrat, i bëj format painter dhe ja shikojeni që tani e kam garantuar veten që të kem të dhënat përkatëse për mesataren me kusht, e njëjta që do ishte edhe për mesataren me shumë kushte. Ndërsa funksioni countif në rastin konkret nuk ka vend për mesataren dhe për shumën, është shumë i thjesht, shikoni pak një countif të thjesht. Countifi merr parasysh numërimin thjesht me një kriter, në rastin konkret ke vetëm 2 variabla, nuk ke 3 variabla siç ke në rastin e shumës dhe të mesatares, dhe do zgjidhje kolonën që ke kushtin, që thot për shembull sa është numri femrave në kompani, zgjidhje gjinin, dhe pastaj do të jepje kushtin, dhe kushti do të ishte femër, dhe ty do të bëj numërimi përkatës për femrat që është 9 në rastin konkret, pra janë 9 femra. Sigurisht që veprimet që sapo bëm janë veprime të cilat i marrin manualisht variablat përkatës pas kolonave, pra kushtet janë të futura manualisht, të futura brenda thonjzave. Këto mund edhe të bëhen dinamike duke vendosur fjalën femër në një qelizë dhe fjalën mashkull në qelizën tjetër. Dhe unë po i fshi për efekt ushtrimi count dhe countifs. Nuk dua të shmerrem me shpjegimin e këtyre funksioneve sepse kanë të njëjtat mënyra funksionimi ashtu si shumë, por do të qëndroj fort tek pjesa e kthimit në mënyrë dinamike të këtyre formulave. Tani, unë do të zbatoj saktësisht pikërisht numërimin e femrave dhe të meshkujve të kësaj kompanie. Shikoni pak, formula countif për femër, në vend që unë të ruaj variablin në trajt të shkruaj në manuale, do vetë do zgjedh saktësisht variablin që ndodhet te qeliza në 11 që është shkruar femër. Pasi klikoj këtë, aktualisht do më dali saktësisht numri 9 që është numri i personave që janë femra në rastin konkret. Nëse dua ta aplikoj edhe për meshkujt, mjafton t'i bëj drag kësaj formule dhe do shikoni çfarë ndodh. Ndodh që numri i meshkujve del 0. Pyetja që lind është pse doli 0 numri i meshkujve? A nuk duhet të dilte 11? Ndërkohë që numri i personave që janë në këtë kompani janë 20, përse numri i meshkujve na doli 0? Arsyeja pse doli 0 është se kur bëm tërheqjen nga krahu i majt në krahun e djathtë, neve në fakt tërhoqëm shkronjat bashkë me formulën tonë. Pra, këtu i kishim countif e në 11, por shikoni se si ka shkuar formula jonë, ka shkuar një shkronjë më tutje. Countif FF nga në 11 është bërë O11, që për ne O11 nuk përbën problem. Ama kjo FF-ja, kolona FF përbën problem sepse nuk është më kolona që përmban kriteret tona mashkull dhe femër. Neve duhet ta ndryshojmë në EE. Por pse ta ndryshojmë në EE kur mund ta bënim që në fillim duke e ngrirë saktësisht atë kolon. Ne mësuam pak më përpara që mund të ngrim kolonat ose rreshtat, pra që edhe kur ti e lëviz majtas e djathtas, ato të mos ndryshojnë. Për këtë, mjafton të vendosësh shenjën e dollarit përpara shkronjës ose numrit, ose edhe të dyave, nëse ti do që ta ngrish komplet qelizën. Në rastin konkret unë ngri komplet kolonën, klikoj enter dhe pastaj i jap drag. Dhe kur ti i jep drag tani shikoni që del shuma 11 dhe ti në një moment të caktuar mund të ndërtosh një grafik, ja po shkojmë insert, po e bëjmë një pie chart që është një grafik në trajtën e një diagrame sferike dhe po t'i shtoja për efekt figure, do t'i shtoja ca numra dhe do t'i ktheja edhe në përqindje që të kuptojmë pak më mirë konceptin e këtyre grafikëve që na dalin, pra numri në rastin konkret do ta ktheja në përqindje me 0, në fakt jo në përqindje, jo në këtë trajt përqindje, por do ta ktheja në trajtën të zgjidhja
format data labels dhe do zgjidhja percentage si vlerë në rastin konkret. Nuk dua që të ndalni te grafiku se nuk është ky qëllimi që po shohim. Zakonisht këto gjëra përdoren për vlerat e tua dhe po rris në rastin konkret pak edhe pjesën e të dhënave që ti shikojmë pak më qartë dhe pasi e kemi bërë këtë gjë, do t'i zbardh që të duken pak më mirë, do t'i bëj bold. E pasi ta bëj këtë gjë, do bëj disa ndryshime. Shikoni pak që numri i meshkujve aktualisht është 55%, ndërsa numri i femrave është 45%. Arsyeja pse unë e quajta dinamike këtë formulë është sepse nëse ti ndryshon bazën e të dhënave të tua, pra disa meshkuj i kthem në femra, ja unë po kthej 3 meshkuj në femra, shikojeni pak me vëmendje. Nuk e bëj me të vërtet, po tregoj vetëm për aspekt numerik dhe shembulli, por shikojeni me të vërtet se çfarë ndodh. Numri i femrave tani shkoi në 60% dinamikisht. Në momentin që ti e bën ndryshimin, nuk ka nevojë të shkruash formulën, gjithçka ndodh në trajt dinamike. Me siguri të tilla gjëra i keni parë ndoshta në votime, kur bëhen votime, që her pas here ndryshojnë kahët e partive politike që po fitojnë për shkak se shtohen numrat në një kuti e dalin nga një kuti tjetër, pra është e njëjta gjë parimisht. Dhe kështu neve ezaurojmë në një pikë të dytë që ishte saktësisht pika e statistikave me shumë kritere. Do kalojmë te pika e tretë, që është një pyetje tjetër që në jetë na del shpesh. Na kërkohet her pas here që të dihet për shembull sa është përqindja që secili person ka në totalin e shpenzimeve të kompanisë. Pra, supozojmë ky që e ka 1200 euro, sa përqind realisht ka pesh mbi pagesën totale të këtyre punonjësve. Dhe normalisht me logjik matematike, ajo që do të bëje do të ishte e barabartë vlera që ti ke përkatësisht pjesëtuar për shumën e të gjitha vlerave të tua. Kjo do të ishte përqindja përkatëse e atij personi, do të dilte 0.1 euro. Arsyeja pse ruan formatin euro është sepse ti ke pasur formatin e rrogave euro më përpara. Je i detyruar ta ndryshosh këtë format duke selektuar, duke shkuar te komanda home, tek ajo pjesë nën komandës që thot number dhe aty të zgjedhësh përqindjen, mund të ndryshosh presje ditore më shumë ose më pak, unë po e lë me 2 presje ditore dhe shikoni, ky person që e ka 792 euro, sigurisht ndikon 8.49% në pagën totale. Nëse unë e bëj drag këtë formulë që do të thotë e rëshqas, dhe mund ta rëshqas edhe në mënyrë të menjëhershme, sepse numri i të dhënave mund të jetë edhe shumë i madh dhe ti nuk e rëshqet dot formulën në mënyrë të vazhdueshme, thjesht të rish edhe pastaj të presupozosh që i ke kapur të gjitha. Ka një mënyrë më të thjeshtë, shkon aty ku është pikërisht mouse i konvertuar në trajtën e një plusit zi, bën një double click me butonin e majt dhe ajo plotson çdo element deri në identitetin e fundit që ka vlerë në rastin konkret, që është rreshti i 21 ose kolona rreshti i 20 i kësaj tabele pa kokën e tabelës. Por shikoni pak me mendje, ka një problem të madh që na ndodhi. Shtuma e të gjitha këtyre përqindjeve duhet të bëjë 100%, ndërkohë që ne na ka bërë 290.20%. Arsyeja pse ka ndodhur kjo është sepse pa dashur kemi bërë një gjë dhe nuk e kemi kuptuar. Kur ndërtuam formulën në qelizën e parë, neve nuk ngrim asnjë nga elementet përkatës, as qeliza, as kolona, as shtylla. Por kjo gjë, kur neve i bëm drag, na ka shtyrur që të gjitha qelizat që kishim të ndryshojnë me më tepër se sa një numër. Pra ajo që ishte vektori i shumë K2 K21, shikojnë në qelizën e dytë të shfaqur tashmë si vektori shumë K3 K22, pra është rritur me 1. Okej, e kuptoj që kjo K3 i parë ka vlerë, sepse po flas për këtë rrogë sa e ka peshën, por ama vektori shumë nuk duhet të ndryshojë. Atëherë unë duhet marr masa përpara se të bëj dragun, që të bëj ngrirjen përkatëse të elementëve, të absolutizoj ato elementë që unë mendoj se nuk duhet të ndryshojnë. E në rastin konkret do absolutizoja kolonat, që janë kolona K, dhe do absolutizoja njëkohësisht edhe rreshtat nga K2 deri në K21 kështu. Unë garantoja që vektori K2 K21 do të jetë i palëvizshëm kudo që ta tërheq, majt as djathtë as lart poshtë, do mbetej tërë kohën K2 deri në K21. Klikoj enter dhe tani nëse unë i bëj përsëri drag formulës time, shikoni që ndryshojnë të dhënat dhe shuma e të gjitha atyre nëse shikoni poshtë është 100% dhe pritet kjo gjë.
Se pritet kjo gjë? Sepse në fund të historisë ne e dim që 20 punonjës ka kompania, këta 20 punonjës përbëjnë 100%. Prandaj neve nuk na shkonte diçka. Këtu llogaritet përshpindja. Tani do të kaloj në një pyetje tjetër që del, e cila ka të bëjë me mesataren. Edhe pam pak mesataren aritmetike, dhe normalisht mesatarja aritmetike e një ushtrimi në rasti konkret është thjesht shuma e të gjitha vlerave pjesëtuar për numrin e vlerave. Dhe të gjithë mendojnë se kjo është më e sakta nga mesataret, por realisht nuk është më e sakta dhe do ju tregoj pse. Këto rroga që ju shikoni në rastin konkret janë të gjitha rroga që neve i perceptojmë sikur merren për të njëjtën orë pune. Por e vërteta është ndryshe. Po të shikosh në kolonën H, secili prej këtyre punonjësve punon në një trajt tjetër, pra punon me një orar të ndryshëm. Pesha e secilit është e ndryshme. Nëse unë do merrja thjesht mesataren e këtyre pagave, do i konsideroja sikur të gjithë orët e punës së tyre janë të barabarta, por në fakt nuk janë të barabarta. Atëherë këtu lind nevoja për një koncept të ri që quhet koncepti i pagës së peshuar. Diku në matematikë kjo njihet si mesatarja e ponderuar ose mesatarja e peshuar. Kjo është një mesatare aritmetike e peshuar që i jep vlerë saktësisht sa pesh ka secili punonjës sipas orëve të punës. Në rastin konkret, shikoni pak më ende, ky punëtor ka marrë 720 euro, po i ka marrë për 4.2 orë, ndërkohë që ky ka marrë 811 euro, por i ka marrë për 7.92 orë. Realisht mesatarja e këtyre të dyave del 765.5 euro, por e vërteta është që nëse ky punonjës i këtu do kishte punuar 7.92 orë, ky do kishte marrë jo 720 euro, por do kishte marrë mbi 1000 euro. Atëherë kjo mesatare që këtu ka dalë nuk është reale sepse nuk tregon pikërisht atë vlerë që është e peshuar. Në këtë koncept hyn matematika e cila thotë që për të llogaritur një mesatare të peshuar, ti duhet të marrësh shumëzimin e secilit element me elementin tjetër, për shembull rrogën me orën e punës, duhet ta bëje element për element dhe shumën e tyre, pra shumën e këtyre shumëzimeve, duhet ta pjesëtoje për shumën e orëve të punës. Dhe ajo do të jepte ty një mesatare të peshuar. Matematikisht te kjo, por në Excel ka formula të ndërtuara pikërisht për këtë qëllim që sapo them. Dhe është një formulë që quhet sum product, meqense jemi në formulat statistike, jemi në ato formula që na përgjigjen në element jetësor, në element të punës që ne përballemi ditë për ditë, atëherë po e vendosim është sum product. Shikoni doli dhe tani po të hap klapën, ajo të kërkon cilat janë kolonat që do i bësh shumëzimin njëra me tjetrën dhe pasi të i bësh shumëzimin njëra me tjetrën, do i bësh shumën. Dhe unë do zgjedh kolonën në radhë të parë nga H2-shi deri në H21, pastaj do vendos presje dhe do zgjedh kolonën e dytë që është nga K2-shi deri në K21. Pra në vetvete, me anë të kësaj formule, unë nuk i kam thënë gjë tjetër, veç se do më bësh prodhimin e secilit element me elementin tjetër dhe në fund do më bësh shumën përkatëse të këtyre prodhimeve që ke bërë. Në pasi mbyll klapën, normalisht ti ke bërë numërusin e kësaj formule, pra ke nxjerrë atë që qenë numërusi, të ngelet të vendosësh dhe emërusin, dhe emërusi është shuma e të gjitha orëve. Dhe po të shikoni, tani që e kam aplikuar këtë, do më dalë një mesatare që është 447.4 euro, që po të bëja mesataren aritmetike, shikoni sa do të ishte mesatarja aritmetike e këtyre vlerave, që nuk i peshon në rastin konkret, është 466.3 euro. Shikohet qartësisht që peshta ka ndikuar në mesatare. Ka raste që ndikon pak, ka raste të tjera që ndikon shumë, dhe në rastin konkret, sikur unë ta ulja një nga këto orë nga 10.84 ta çoja 1, automatikisht mesatarja aritmetike nuk ndryshon, por mesatarja e peshuar ulet edhe më tepër akoma për shkak se ky person vërtet e mori këtë pagë, po e mori për një orë shumë të shkurtër. Kështu kemi kaluar edhe konceptin e 4, do të futemi në konceptin e 5. Të gjitha këto ushtrime, të gjitha këto element që po përmendin janë element me të cilat përballesh çdo ditë në ambientin tënd të punës, me siguri një pyetje në një trajt apo në tjetrën do të vi, do të kërkoj dikush statistika në një formë apo në tjetrën.
do të kërkoj dikush diçka me siguri dhe ti duhet i jesh i aftë për ta ndërtuar. Do të shohim pak konceptin VLOOKUP, i cili është një koncept që në fakt është nga konceptet më të nevojshme në punën e një individi. Pse? Sepse ka të bëjë drejt për së drejti me më shumë se sa një tabel. Shikoni pak me vëmendje, sepse në rastin konkret kjo është diçka thelbësore. Funksioni VLOOKUP është një funksion referencë dhe përderisa është funksion referencë do të thotë që pret një referencë. Unë do ta shpjegoj me shumë kujdes këtë funksion referencë, sepse ky funksion referencë është ai që do na ndihmoj her pas here në mënyrën e zgjidhjes së çdo ushtrimi që na jepet. Në rastin konkret shikohet që na është dhënë një tabel e vogël, të cilës i mungon gjinia, i mungon shkollimi, i mungon pozicioni i punës, ama ka 3 element që ndodhen diku në këtë tabel të madhe dhe unë dua që të gjej gjinin, shkollimin dhe pozicionin e punës, duke ju referuar pikërisht këtyre elementëve dhe duke i lidhur me elementin lidhës në tabelën time. Atëherë si ta bëj? Mënyra se si do e bëj është duke shkuar në radhë të parë tek gjinia, aty ku dua të gjej gjinin, do të shkruaj funksionin VLOOKUP që është në këtë trajt. Pastaj do ta hapëm dhe shoh që vetë Exceli më sugjeron që ky funksion ka 4 variabla. Pra në radhë parë është cila është vlera referencë dhe për mua vlera referencë është një nga emrat, po vendos më ndryshën sepse ai është emri i parë ku do aplikoj qelizën. Pastaj më kërkohet tabela. Keni kujdes, kjo është pjesa më e rëndësishme e funksionit VLOOKUP. Funksioni VLOOKUP kërkon domosdoshmërisht që tabelën që ti do bësh kërkim si kolon të parë të ketë pikërisht kolonën që përmban referencën tënde. Pra ti nuk mund të zgjedhësh qelizën o kolonën A si kolon të parë, por do të duhet të zgjedhësh kolonën D si kolon të parë dhe pastaj të vazhdojë deri te kolona K. Pra tabela nuk do të fillonte nga A1 dhe do të përfundonte në K21, por do të fillonte nga D1 sepse është emri i plot referenca jote deri në K21. Shikojeni me vëmendje sepse kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Nëse ti do ta jepje tabelën nga A1, formula do të jepte error, do të jepte gabim për shkak se ti ke referuar gabimisht tabelën. Pas kësaj klikon presje dhe kërkohet kolona që ti kërkon të marrësh, pra vlera që do të marrësh, ok, po e referoj, po e gjej këtë vlerë në listën e kësaj tabele. Pasi e gjeta këtë vlerë, normalisht unë dua të di çfarë do të marrësh. Do të marrësh gjinin, do të marrësh datën e fillimit të punës, pozicionin e punës, orët e punës apo diçka nga këto. Meqense mua më kërkohet gjinia, numërohet pikërisht numri i kolonave në këtë tabelë të re që ti ke zgjedhur, pra D1 K21. Emri i plot është kolona e parë, ndërkohë gjinia është kolona e dytë. Përjedhoj unë do vendosja 2, pse? Sepse është kolona e dytë. Dhe pas kësaj do vendosja presje, lind pyetja e fundit ose variabli i fundit që thotë e do vlerë të saktë apo të përafërt, dhe zakonisht zgjidhet vlerë e saktë që i japim 0, pra është exact match 0, që do të thotë të gjej vlerën e saktë të gjinisë për këtë person. Mbyll klapën dhe klikon enter. Pasi ti klikon enter, normalisht shikon që në kolonën gjinia që të kësaj tabele të re të ka ardhur pikërisht gjinia e Flogertit në rastin konkret, që është mashkull. Po të vesh ta shikosh ja tek është Flogerti, e kërkon Flogertin dhe pasi e gjen Flogertin, normalisht Flogerti në kolonën e dytë, sepse tashmë kolona e parë është emri i plot, është mashkull. Më pas të kërkohet shkollimi. Normalisht për të shkuar te shkollimi, nuk të duhet ta shkruash të gjithë formulën VLOOKUP, sepse tashmë e ke atë formulë, ama të duhet që të ndikosh pak tek ngrirja e disa elementeve. Në radhë parë duhet kuptosh ç'a duhet të ngri dhe ç'a nuk duhet të ngri. Duhet të kuptoj që unë duhet të ngri në rastin konkret tabelën që unë kam zgjedhur, sepse në qoftë se unë do e tërheq majtas ose djathtas, kjo tabel do më ndryshonte. Pra unë çdo element të kësaj tabele duhet ta ngri D1, K21 dhe pasi e ngrin çdo element përkatës, pyetja e dytë që të lind është a duhet të ngri diçka tjetër. Dalloni pak që kjo që është qeliza më 2, që përfaqëson pikërisht Flogerciajin, që përfaqëson saktësisht elementin referencë, po ta tërheq unë në të djathtë, do më bëj në 2, pra nuk do më merrte më elementin Flogerciaj. Çfarë duhet ti ngri unë kësaj pjese? A duhet ta ngri të gjithën? Nuk duhet ta ngri të gjithën, sepse unë kur ta rrshjas poshtë dua që 2-shja të më bëhet 3, apo 3 të më bëhet 4, ama kolona M dua që të jetë ngrirë. Në këtë rast
do aplikoj një ngrirje të pjesshme, që do të thotë ngri vetëm kolonën, ndërkohë që reshtin e lë të lirë, pra është gjysmë relativ ose gjysmë absolut kjo lloj qelizë. Klikoj enter dhe tani ka mundësi ta tërheq formulën si poshtë, ja tek është, se secili prej meshkujve doli, po edhe në të djathtë. Po shikoni pak me vëmendje, në të djathtë na doli dhe shkollimi mashkull. Gjë që s'ka sens. Po pse doli mashkull shkollimi? Doli sepse kur neve e tërhoqëm formulën, realisht ka një element brenda formulës i cili është manual, që është dyshi. Dhe dyshi përfaqëson kolonën e dytë tek kjo tabela D1K21. Por sa është kolona shkollimi? Po të bësh numërimin nga emri i plot, kolona shkollimi është 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra unë në vend që të vendos dysh tek shkollimi, duhet vendos 6. Dhe ajo, pasi të bëj drag, do më japi specifikisht shkollimin për secilin punojës. Ndërkohë nga krau tjetër për pozicionin e punës, do më merja përsëri të njëjtën formulë, do ta bëja drag dhe që të veja te pozicioni i punës, që është kolona G, i bie të jetë 1, 2, 3, 4. Pra nuk është më 6, por është 4. Klikoj enter, ja tek është hyrës të dhënash, doli pozicioni i punës, i bëj drag poshtë dhe të gjithë çekan hyrës të dhënash. Dhe kjo është mënyra se si VLOOKUP-i aplikohet në rastin konkret në ushtrimin ton. Por nuk mbaron këtu, sepse kjo është vetëm fillimi i punës që neve kemi nisur realisht. E pam që kjo është jo dinamike, është manuale, pra ne na u desh të ndryshonim numrat manualisht për secilin prej këtyre formulave. Ka një teknik tjetër që është teknika dinamike, në të cilën supozojmë se ti do e shtosh një resht, pra, dhe kjo do të jetë për të të ndihmuar ty, dhe sipër vendos numrat përkatëse të kolonave. Gjinia është kolona 2, shkollimi është kolona 6, pozicioni i punës është kolona 4. Dhe tani formulën që kishe tek në treshi e ndryshon pak, sepse atë që ti e ke manuale e kalon dinamike duke zgjedhur pikërisht vlerën që ke futur atje. Po kujdes, kur unë të bëj drag, gjithmonë duhet të kesh kujdes në formulën e parë, se aty do ta bësh rëshqitjen majtas, djathtas, lart, poshtë. Shiko me vëmendje çfarë duhet të ngrish, okay, e zgjodha këtë dyshin. Po nëse lëviz nga e majta në të djathtë, mua më ndryshon shkronja. Dhe nëse më ndryshon shkronja jam në rregull, sepse unë dua të kaloj nga neja te oja, dua të kaloj nga oja te poja. Ama kur zbresh poshtë, nuk dua që reshti të më ndryshoj. Përjetoj, në këtë rast do ngrija reshtin. Dhe kur ti e ngrin reshtin në atë qelizë, dhe tani ti bësh drag në të gjitha qelizat e tua, shikoni çfarë do ndodhi. Do bësh një gjithçka është dinamike. Dhe në rastin konkret, në vend të shkollimit, për shembull, nëse unë dua rrogën, ja po vendos rrogën, nuk kam se vendos më 6-ën, por tani do vendos, shikoni, shkollimi ishte 6-a, 7-a është larguar nga puna, 8-a është rroga, pra unë mund të vendos 8 këtu, dhe ajo do më nxjerrë rrogën. Ju do thoni pse nxori datë sepse e merr si datë, i ndryshoj pak formatin, e kaloj në general dhe të dalin rrogat, po mund ta kaloj edhe në euro përkatëse, ja tek është euro, dhe dalin rrogat përkatëse në euro të këtyre personave. Siç e kam bërë 8, mund ta ndryshoj dhe mund ta bëj 3 dhe do më dalin përkatësisht tashmë datat, i nxjerr si euro sepse realisht i shes si euro sepse s'bërëm atë zgjedhje, po mund t'i them formatin e datës short date dhe më nxjerr datat përkatëse dhe këtu mund të thosha data e fillimit të punës. Se kjo quhet, le të themi, një kusht dinamik, ndërsa e fundit për lookup-in që do të jepja është që ti vetë mund t'i përcaktosh një kusht që ta ndryshosh kontekstin e tabelës tënde. Për shembull, po të shikosh pak me vëmendje, po e fshi pak datën dhe pozicionin e punës, dua të shpjegoj pak VLOOKUP-in e kondicionuar. Shikoni pak me këtë formulën këtu. Aty ka dalë mashkull, pse? Sepse ka marrë saktësisht atë vlerë që ndodhet te gjinia dhe e ka prur për këtë element që quhet flogert në rastin konkret. Dhe ky emër është mashkull. Por supozojmë se ti kërkon saktësisht që ti kërkon që të shtosh pikërisht për këtë flogertin dhe për këtë të mos shkruhet mashkull, por të shkruhet me shkronjën m. Pra të bësh një lloj formatimi të kondicionuar ose më shumë se sa kaq një funksion të kondicionuar, por që ka brenda VLOOKUP. Si do ta bëja? Meqense është një funksion nëse, do zbatoja formulin if, do të kisha një funksion të kombinuar,
Dhe do thosha, në qoftë se ky VLOOKUP im do të jetë i barabartë në thonjza me mashkull, pra nuk jam duke i thënë gjë tjetër veç se po jap kushtin logjik, dhe kushti logjik është nëse VLOOKUP-i im del mashkull, atëherë, nëse kjo është e vërtet, në thonjza do shkruaja M. Në të kundërt, në thonjza do shkruaja F. Pra është në dy rrugë merr përgjigje kjo pyetje. A është VLOOKUP-i mashkull? Nëse po, atëherë shkruaj M, nëse jo, atëherë shkruaj F. Mbyll klapën, dhe shikoni, ajo tashmë shkruan M. Dhe nëse unë do shtoja një femër, për shembull po marr nuk e di Orgetën, ja ta marrim Orgetën, i japim copy, e çojmë këtu poshtë, paste, i japim paste special values, sepse duam që të jetë vlerë, se ajo mund të jetë formulë. Kini kujdes kur kopjoni vlerat, sepse ndonjëherë kur kopjon dhe ato kanë formula, i mbartin formulat me njëra tjetrën, dhe ja tek është Orgeta, në qoftë se unë i bëj drag, ajo do nxjerrë F. Sepse na doli që VLOOKUP-i nuk është mashkull. Konkretisht, me këtë mbyllim VLOOKUP, dynamic VLOOKUP dhe conditional VLOOKUP. E fundit në këtë kontekst statistikor apo pyetje të shpejta që vinë në kontekstin e punës është filtri multiple. Filtri është një nga ato teknika që ta thjeshtëson shumë jetën në punën tënde sepse jep përgjigje të menjëhershme. Tabelat zakonisht shfaqen pa filter, çdo të thot pa filter, që ti normalisht i ke në këtë trajt, nuk kanë asnjë filter, nuk kanë asnjë shigjet në pjesën e sipërme, shfaqen vetëm si tabelë me një kokë tabelesh. Por që të shtosh filtrin, duhet ta selektosh të gjithë tabelën që do të shtosh filter, të shkosh te komanda data dhe pastaj të shkosh te komanda filter. Pasi shkon te komanda filter, normalisht në pjesën e kokës së tabelave dalin ato që quhen filtrat e tabelës. Dhe supozojmë se ty të ngrihet një pyetje dhe pyetja është e tillë. Më gjet gjithë personat e kësaj kompanie që kanë brenda emrit të tyre shkronjën A, që janë meshkuj, që janë hyrës të dhënash dhe e kanë pagën më të lartë se sa 300 euro. Janë 4 kushte që të ngrihen dhe normalisht teknika që do përdorë është teknika e filtrit multiple. Pra filtrit shumë fish. Dhe fillon, nuk ka rëndësi se nga e fillon kushtet që të janë dhënë, rëndësi ka që ti ndjekësh të gjitha kushtet. Kjo është thelbësore dhe unë po marr të parin e kushteve. Çfarë thot i pari i kushteve? I pari i kushteve thot të gjitha ata persona që kanë shkronjën A brenda emrit të tyre. Dhe unë do të veja tek emri, do të klikoja te filtri që është pikërisht kjo shigjeta dhe do të shikoni që shfaqet filtri. Ka një filtr manual që në rastin kur numri i të dhënave është më shumë se sa 5 nuk sugjerohet të përdoret, përdoret më shumë ky filtr dinamik që kur ti klikon tek ai të nxjerr një seri komandash që të thot për shembull ky emër do jetë i barabartë ose nuk do jetë i barabartë, fillon me, mbaron me, ose përmban ose nuk përmban. Ne na thoshte kërkesa përmban, që do të thotë contains, dhe do jepja shkronjën A, që do të thotë përmban shkronjën A, dhe shikoni që tabela ime konvertojnë, kujdes, të dhënat nuk fshihen, por fshehen. Do të thotë që janë aty, shikoni numrin e rreshtave, se e kupton që janë aty, kur kupton që nuk kalon rreshti nga 1-shi në 2, po shkon nga 1-shi në 3, apo nga 3-shi në 5 e kështu me radhë. Po këta personat këtu kanë të gjithë shkronjën A brenda emrit të tyre. Dhe pyetja e dytë që ngrihej ishte që ishin meshkuj, pra shkon të gjinia te filtri në rastin konkret, meqense numri i të dhënave manuale është më i vogël se sa 5, sugjerohet të bëhet manualisht, s'ke nevojë të përdorësh filtrin dinamik, po zgjedh pikërisht fjalën mashkull e çekon atë dhe shikoni sa reduktohet numri i të dhënave. Pozicioni i punës duhet të ishte hyrës të dhënash, dhe ti zgjedh hyrësit të dhënave. Dhe në fund fare paga duhet të jetë më e madhe se sa 300 euro dhe ti merr vetëm vlerën 331. Dhe ky është personi që i përmbahet të 4 kushteve që të janë dhënë. Dhe normalisht pasi ke bërë këto kushte, mund të lindë një pyetje tjetër për të fshirë kushtet, shkon te komanda home, shkon te komanda sort and filter dhe i jep clear dhe gjithçka shfaqet ashtu siç ishte fillimisht. Dhe me këtë mbyllet koncepti i filtrit. Një pyetje tjetër që del në jetën e përditshme në punë apo kudo që mund të jesh, edhe në laptopin tënd kur ti je duke punuar, her pas here mund të kërkohet të ndash emrin nga mbiemri, të ndash njërin entitet nga entiteti tjetër. Dhe këtë do të shohim tani, shikoni pak më për mendje. Ju jepet në një tabel një emër i plot. Shikoni me radhë, të gjitha këto janë emra të plot, që do të thotë kanë dhe emër dhe mbiemër.
Dhe unë nuk dua që ta ndajl me atë teknikën që thot text to column. Është një teknikë realisht, po të selektosh këtë kolon, të shkosh te komanda data, është një nën komanda aty që quhet text to columns, e zgjedh atë dhe ti pas kësaj zgjedh delimitit, jep next dhe I thua në çdo ndryshim hapësire, ajo të bëj një tabel. Sigurisht unë kam zgjedhur përkatësisht edhe kolonën B, kokën e tabelës, dhe ajo do bëj tre element, por nëse unë klikoj next dhe jap finish, jep OK, shikoni që ajo më nxori saktësisht emrin dhe mbiemrin të ndarë. Kjo është një teknikë, po që unë nuk dua të ndalem te kjo teknikë, dua të ndalem te një teknikë funksionale që përdoret jo në pak raste. Shikohet me vëmendje që ka disa formule që quhen formula ose funksione tekstore. Dhe këto funksione tekstore janë ato që ndihmojnë jo në pak raste në ndarjen e tekstit nga teksti. Dhe në rastin konkret, unë do përdorja dy funksione që janë shumë të rëndësishme, që janë, në fakt janë tre, është funksioni left, është funksioni right, është dhe funksioni find. Dhe me këto funksione do tentoja të shkoja dhe të ndaja pikërisht emrin. Dhe kjo do më jepte një saktësi maksimale. Radh parë do thosha barazi left, ky është funksioni që merr shkronjat nga e majta dhe pret dy të dhëna dhe thot cilit tekst kërkon që t'ja marrësh pikërisht elementet nga e majta, dhe unë do I them, do t'ja marrësh këtij emri, dhe ajo thot sa karaktere normalisht kërkon. Dhe unë për ta bërë të thjesht për veten time mund ta shkruaja direkt 7 ose më falni 5, sepse jetoni pas ka 5 shkronja dhe mund të thosha 5, e mbyll klapën dhe ajo do më nxjerrë emrin jeton. Po ka një problem që kjo pesa nuk është dinamike dhe çfarë ndodh kur ti e bën drag, vetëm jetoni edhe ndonjë tjetër mbase, ja arbri për shemb, janë persona të cilët ju del emri sakt, të tjerëve ju del emri I çuditshëm. Pse? Sepse teknika që duhet të përdorësh nuk është manuale. Aty ku ti vendose numrin e karakterëve, në fakt duhet vendosësh një funksion tjetër. Dalloni pak me vëmendje që ajo që ndan emrin dhe mbiemrin është hapësira. Tani nëse unë gjej pozicionin ku ndodhet hapësira, atëherë e kam shumë të thjesht të gjej sa është numri I karaktereve. Mjafton t'i them pozicionin e hapësirës -1, sepse shikoni, ku është hapësira bëhet ndarja. -1 është shkronja e fundit. Pra unë I bie të përdor funksionin find dhe do hapja klapën dhe funksioni find është thot çfarë të gjej, dhe unë do t'i them më gjej hapësirën, që nuk është gjë tjetër veç se një hapësirë mes dy thonjzave, brenda kujt teksti, brenda tekstit që ndodhet në qelizën B2, duke filluar nga fillimi, pra duke filluar nga shkronja e parë, në rastin konkret, nëse e mbyll klapën, dhe kam 2 mbyllje klapa sepse ka edhe mbylljen e funksionit left, klikoj enter dhe tani jetoni doli, por nga ana tjetër, po ta bëj drag, emrat më dalin të gjithë të sakt. Pse? Sepse kudo ajo do vej të gjej hapësirën. Nëse unë do kisha vetëm funksionin find, ja po bëj vetëm funksionin find, hapësirë, presje në këtë tekst, pra më gjej hapësirën në këtë tekst duke filluar nga shkronja e parë, këtë jam duke I thënë, ajo do thoshte që shikon ndodhet në pozicionin e 6 hapësira. Kështu që unë I kam thënë më bën ndarjen përkatëse tek hapësira, tek ajo 6-ta. Por prap ka një gabim. Pse ka një gabim? Sepse unë I kam thënë thjesht tek hapësira dhe realisht po të zbatoj funksionin len që tregon gjatësinë e një shkrimi, gjatësia e një shkrimi në rastin konkret, len së dyshi, më tregon që ka 6 shkronja, por jetoni ka 5 shkronja. Pse ka 6 shkronja? Dhe realisht të gjitha këto do ju dalin me një shkronjë më tepër. Pse? Sepse të gjitha kanë marrë dhe hapësirën. Që ti ta reduktosh hapësirën, të këtij pozicioni që gjetet të hapësirës duhet I zbresësh 1. Dhe pasi I zbrite 1, normalisht tani shikoni gjatësia e këtij emri është 5. Aq sa që dhe presën dhe po ta bësh drag, tashmë I ke pa hapësira edhe nëse do veja tek e dyta dea ka 3 shkronja, 3 do të dilnin përsëri e në këtë traj. Në të njëjtën mënyrë siç bëm me leftin për emrin, funksionon edhe righti që në rastin konkret është mbiemri. Pra në vend që të lexoj nga e majta, në rastin konkret right lexon nga e djathta, veç se duhet të jesh pak më I kujdesshëm sepse në rastin konkret duhet të aplikosh funksionin len brenda. Unë po e bëj shumë shpejt, nuk do të ndalem ta shpjegoj sepse ndjek të njëjtën vijë logjike, do të ishte barazi right hap klap. Dhe tani do veje do zgjidhje tekstin, problemi që nën gjithmonë tek numri I karaktereve.
Dhe numri i karaktereve në rastin konkret nuk do të ishte gjë tjetër për këtë rajtin që unë të gjej mbiemrin, përveç se karaktere total të gjithë këtij emri, pra mjafton t'i them sa karaktere total ka ky emri, leni i kësaj, minus gjej ku ndodhet hapësira, find, hap club, ku ndodhet hapësira, dhe brenda tekstit tim në qelizën B2, duke filluar nga fillimi, dhe do të mbyllja klapën për right dhe do shikoni që më del mbiemri. Pra logjika është në rastin konkret është mora të gjitha karakterat minus pozicion minus ato 6 karaktere. Pra supozohet se ky emër ka 13 apo 14 karaktere, po ti heqësh 6 ngelen 7 karaktere. Pra në më lexon nga e djathta 7 karaktere, thjesht këtë i kam thënë me anë të kësaj formule kur ti jep drag normalisht të dalin përkatësisht të gjithë mbiemrat. Rasti tjetër që të jepet është rasti kur ty të jepet emri dhe mbiemri, pra ja tek e ke emrin, ke dhe mbiemrin, dhe të kërkohet emri i plot. Sigurisht në këtë rast ke një mundësi të përdorësh dy teknika. Teknika e parë është teknika me funksion, që është funksioni concatenate. Concatenate është një funksion bashkues që pret cilat tekste do bashkosh, dhe unë do i them më bashkoj B2-shin me C2-shin. Po t'ja jap thjesht kaq, ajo thjesht do i bashkoj pa hapësirë, shikoni, i ka bashkuar pa hapësirë dhe po t'ja jap drag, të gjitha i bashkon pa hapësirë. Që unë t'i shtoj dhe hapësirën, duhet të shtoj midis B2-shit dhe C2-shit një presje tjetër dhe brenda presjes duhet të shtoj një hapësirë brenda thonjzave. Ja të kam një hapësirë brenda thonjzave, klikoj enter dhe tani kam saktësisht emrat dhe mbiemrat me hapësirë. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë është duke përdorur funksionet operative të teksteve që janë për shembull, në rastin do thosha B2 and, në vend që të them plus, në matematikë do ishte plus, në tekste është and, që ndodhet shtift stata, dhe pastaj do të thosha B2 and hapësirë brenda thonjza and C2, pra në vend që të përdor funksionin concatenate, përdor funksionet operator që është operatori and dhe klikoj enter dhe do merja përsëri të njëjtin rezultat ashtu si me concatenate. Besoj se me këtë arrim edhe e kuptojmë edhe ndarjen sipas fjalëve tona. Në përfundim kemi edhe pak minuta, ndoshta edhe maksimumi 7 minuta, 8 minuta dhe do e mbyllim, sepse nuk dua t'ju lodh më tepër, dua që thjesht ta kuptoni gjithçka që ndodh, janë të gjitha koncepte që e thash mbase vështirësia e tyre duket sikur rritet pak, po kur punon i kupton edhe më mirë, pra duhet që këto gjëra që merrni patjetër t'i aplikoni. Nëse shkojmë tek kjo rast tjetër, që ti ke një fjalë dhe fjala për shembull është emri im, unë kam emrin Martin. Tani, jo në pak raste, ka njerëz të cilët kërkojnë shkronjat tek e tek të këtij elementi, pra ti ke një fjalë dhe të kërkohen shkronjat përkatëse të kësaj fjale. Çfarë do bëje për të nxjerrë shkronjat? Normalisht, manualisht duhet të ishte M, pastaj të veja A, R, T, I, më falni, I edhe N. Këto janë shkronjat përkatëse të emrit tim në rastin konkret. Po a ka ndonjë teknikë që unë ta bëj këtë që sapo bëra në Excel? E sigurisht që ka. Në radhë të parë ti vendos një seri numrash në pjesën sipërore, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mund ta bësh me drag të gjithë këtë dhe të vendosësh sa seri të duash. Pra lere një seri numerike. Pastaj, nëse deri tani kemi parë vetëm funksionin left edhe funksionin right, len, find, do të shohim një funksion tjetër që është funksioni mid. Funksioni mid është funksion tekstor, nuk merret me shkronjat në të majtë ose në të djathtë, po merret me shkronjat në mes. Në rastin konkret, pikërisht në ato do të merremi sepse për ne janë shkronja unike. Dhe unë do të shkruaja barazi mid, hap klap, dhe ajo thot ku kërkon që të futem në rastin konkret. Në cilin tekst kërkon që të futem. Dhe unë do t'i them, do të futesh në tekstin Martin. Pikërisht tek ai tekst që unë kërkoj të bëj ndarjen përkatëse. Pastaj do t'i thosha, ajo më pyet ku do që të filloj. Dhe unë do ta filloja start numberin pikërisht nga e para. Në fakt nuk do të ishte nga e para e shkruar manualisht, po do të ishte nga e para dinamikisht, se unë do të bëj tërheqje. E meqense do të bëj tërheqje, mirë është që A2-shin ta ngri në rastin konkret. Që edhe kur të tërheqë nga e djathta, A2-shi të mos të ndryshoj, të më mbetet statik. Pra, midi më kërkon cilin tekst, dhe unë tekstin ja dhash, më thot
kudo që ta filloj numërimin dhe unë ja jap numërimin pikërisht dinamik sipër dhe pyetja e fundit është sa karaktere të numëroj. E meqense unë kërkoj nga një shkronjë për secilën, më numëro vetëm nga një karakter nga ai pozicione tutje. Kjo është pyetja që unë po i ngrë. Klikoj enter dhe ja tek më nxori më dhe në qoftë se unë i jap drag, shikoni me vëmendje që ajo më nxori specifikisht të gjithë shkronjat e atij emri dhe ti mund të kesh qindra emra këtu dhe të gjesh përkatësisht shkronjat përkatëse. Ju do thoni për çfarë hyn në punë këto, po kur të jeni në punë do të shikoni që her pas here do t'ju kërkojnë gjëra të tilla që kanë të bëjnë saktësisht jo me shkronja, por mund të kenë saktësisht të bëjnë me element numerik, pra sa dysha ndodhen, sa tresha ndodhen, do të shikoni vetë gjatë punës suaj. Mirë është ta dish, më mirë se të mos ta dish. Në kohën në të cilën ekzistojmë, njohuria nuk përbën diçka të keqe, por përbën aset për çdo kënd që e ka. E do të vazhdojmë me dy elementet e fundit, fakt janë tre, e do të fusim pak konceptin e ditëve të vitit në rastin konkret. Supozojmë se ti je në vitin aktual dhe ka dy funksione që lidhen me ditën aktuale. Për shembull është funksioni now. Nëse të pyet dikush sa është dita sot dhe ora aktuale eksakte, shkruaj këtë funksion barazi now hap klap mbyll klap dhe klikoj enter dhe do të dali saktësisht data përkatëse dhe ora përkatëse, që është 22:22 në rastin konkret, data 24 i pari 2023. Por pyetjet që lindin është, a mundesh ti të më gjesh ditën e parë të këtij viti? Dhe sigurisht që është shumë e thjeshtë të thuash që shiko, unë e gjej se shkruaj 1 i pari 2023. Por unë po them në trajt dinamike, dhe jo në pak raste kur ti bën analiza numerike, të duhet ti bësh pikërisht në trajt dinamike. Dhe në trajt dinamike, mënyra se si do të bëj, do të ishte duke shkruar një formulë që do na i bënte saktësisht pikërisht nxjerrjen e datës së parë. Do të ishte formula date. Gjithmonë një funksion fillon me barazin, barazi date hap klap, dhe ajo pyet cili është viti që ti do të marrësh. Dhe unë do të them viti do të jetë me funksionin year i vitit aktual, i now, i ditës së sotme. Muaj do të jetë me funksionin month të kësaj dite përkatëse, ndërsa dita do të jetë një. Se i thash kështu. Sapo i kam thënë që viti do të jetë viti i ditës që jam aktualisht, muaj do të jetë muaj i atij muaj që jam aktualisht, dhe dita do të jetë e para. Mirë, po kjo do të më jepte ditën e parë të muajit që unë jam. Që unë të nxjerr ditën e parë të vitit, duhet që muajin ta lë manualisht një, që do të thotë është muaji i parë, dita e parë. E vetmja që është relative është vetëm viti, i cili varet pikërisht nga dita e sotme. Dhe nëse klikoj enter, ja tek del dita e parë e vitit. Dita e fundit e vitit bëhet me një formulë të gjashme që do të ishte date, hap klap, year do të ishte përsëri viti përkatës i kësaj datës së sotme, do të shkruaja 31, muaji do të ishte 12 dhe dita do të ishte 31 në rastin konkret. Dhe ashtu siç duket, nëse mbyll klapën, mua më del dita e parë dhe e fundit e vitit përkatës. Dhe tani mund të bëj një analizë, nëse do më kërkohet shuma e të dhënave për fillimin dhe mbylljen e vitit, mjafton të bëja sum if dhe të filloja të bëja statistikat për përkatëse. Mos mendoni se këto gjëra që bëjmë kanë lidhje thjesht individuale, kanë lidhje me tabela në të cilat ti aplikon statistika dhe gjëra të ngjashme. Një tjetër gjë që mund të kërkohet është për shembull dita e parë e muajit dhe dita e fundit e muajit. Dhe në rastin konkret, për ditën e parë të muajit dhe ditën e fundit të muajit, do nxirrja një funksion tjetër që jep prap ditën e sotme, po e jep pa orë. Do të ishte funksioni today. Today do të thotë dita e sotme të jep vetëm ditën e sotme. Në rastin konkret, unë dua të nxjerr ditën e parë të këtij muaji dhe ditën e fundit të këtij muaji në trajt dinamike. E për ta nxjerrë ditën e parë të këtij muaji dhe ditën e fundit të këtij muaji, normalisht do zbatoja një funksion i cili quhet EOMonth. Ky EOMonthi nuk është gjë tjetër veçse një funksion që gjen saktësisht ditën e fundit të një muaji. Pra nëse unë le të them fillimin e vitit e kam me këtë datë, pra le të supozojmë se është kjo datë, dhe do zgjidhja 3 muaj për këtë datë, pas kësaj date, kjo do më jepte saktësisht një datë, normalisht është datë, pavarësisht se del si numër, po ta shkruaj short date,
ajo më nxjerr 30/4/2023. Pse? Sepse jam në janar, i dhash një shtesë me 3 muaj datës sime aktuale dhe ajo më nxori çfarë? Më nxori muajin e 4 prilli, po më nxori ditën e fundit të muajit. Ky funksion e marr nxjerr ditën e fundit të një muaji që ti e përcakton. Nëse unë do shkruaj 3-0, ajo do më nxjerrë ditën e fundit të muajit aktual. Pra shikoni, më nxori 31/1/2023. Pra si mund ta nxjerr unë ditën e fundit të muajit? Mjafton të shkruaj funksionin month to date të ditës së sotme. Pra unë mund ta shpenzoj këta njëshin si to date, hap klap mbyll klap, dhe ja tek është dita e fundit e muajit. Po dita e parë e muajit, dakord, e gjeta ditën e fundit të muajit, dita e parë e muajit do më ishte në këtë trajt. Tani në vend që të thosha month, hap klap, start date-in e kam këtë që kam, por në vend që të thosha 0, do thosha -1. Se do thosha -1? Se dua të shkoj një muaj më përpara. Arsyeja pse dua të shkoj një muaj më përpara është se kur unë shkoj një muaj më përpara, ja te kam shkuar një muaj përpara dhe po e kthej në datë, se ka dalë një numër, se Exceli zakonisht në vetvete bën një, le të themi, renditje, po jap format Painter, këto numra që dalin 44.926 nuk janë gjë tjetër veç se numra që tregojnë diferencën midis ditës aktuale dhe një i pari 1900. Pra Exceli e fillon numërimin e vet nga 1 janar 1900. Nëse jap format Painter, ja tek e kam, kjo më jep ditën e fundit të muajit paraardhës, prandaj unë i thash -1. Nëse unë kësaj i them +1, pra është dita e fundit të muajit paraardhës +1, jashtë klapave +1, kjo do më japi ditën e parë të muajit aktual dhe unë aktualisht gjej ditën e parë të muajit aktual. Në të njëjtën trajt edhe sikur të kisha një datë dinamike, pra supozojmë se do ishte 5/5/2023, ajo më gjen gjithsesi në rastin konkret, ja te kemi, këtu e kam dhënë today, po e ndryshoj edhe po e bëj dinamike me këtë datë, me A1-shin, shikoni pak me vëmendje që tani më nxori për muajin maj, ditën e parë dhe ditën e fundit. Ja të nxjerrim dhe gushtin, supozojmë se jemi në 8/5 dhe më nxori pikërisht fillimin dhe mbarimin e gushtit. E fundit për sot, për ta mbyllur me cilësitë e pyetjeve, është gjetja e saktë e një viti e moshës së një personi. Për shembull, unë kam lindur në muajin, le të themi, në muajin prill, në 20 prill 1986. Sot data është 24 janar 2023. Mosha ime matematikisht duhet të jetë diferenca e kësaj date me këtë datë dhe shumica e pranojnë që kur ti e pjeston për 365.25, kjo është mosha jote më e afërt, më e saktë. Pra unë jam 36.76 vjeç. Po ka një formulë në Excel që të jep saktësisht moshën tënde eksakte. Në fakt janë dy, njëra ta jep me numër me presje, tjetra ta jep me muaj dhe ditë edhe vite saktësisht. Po jap të parë në fillim që është pikërisht me presje dhjetore që ta jep saktësisht, është formula year-frak. Formula year-frak nuk bën gjë tjetër veç se thot cilat janë dy datat që ti do i bësh diferencën. Unë po i them start date është dita ime e lindjes, end date është dita aktuale. Dhe pastaj variabli i tretë është do të zgjedh njëshin që është actual që do të thot 365 ditë, pavarësisht se ka dhe një tjetër actual 365, gjithmonë zgjidhni këtë actual që nxjerr gjithmonë 365. Pra mund të shkruani një, mbyllet klapa dhe shikoni që në rastin konkret mosha ime e saktë është 36.76.518, jo 36.46.386. Ju do thoni diferenca është e vogël? Po, është e vogël, por kjo është maksimalisht e saktë. Ndërsa me muaj dhe vite do të aplikoja një formulë tjetër që është date diff, dhe ky date diffi normalisht pret cila është data jote e parë, në rastin konkret, presje cila është data jote e fundit, dhe e fundit që pret është çfarë do të nxjerrë. Supozoj se unë dua të nxjerr sa janë vitet që kam. Shkruaj brenda thonjtave që do të thotë year. Pra diferencën midis të parës dhe të dytës, gjej vitet, klikoj enter dhe shikoni që vitet janë 36, pra le të themi kjo është mosha në vite. Pastaj nëse dua të di sa muaj kanë kaluar, pra janë month, do të shkruaja përsëri date diff, ja tek është, do të hapja klapën, ditën e parë, presje ditën e fundit, presje tani në thonjza, meqense unë dua të gjej muajt, meqense vitin e kam gjetur, duhet të vendos këtë shkronjë.
ymë, në qoftë se vendos vetëm më, ajo do më nxjerrë muajt total që unë kam jetuar, ja tek është më vetëm, më thotë që ke jetuar 441 muaj. Por nëse dua të di sa muaj kam mbetur pas 36 viteve, tani shkruaj ymë, që do të thotë jërin e kam gjetur, më gjem muaj, dhe shiko, ajo nxjerr 9 muaj, pra mua më kanë ikur 36 vite, 9 muaj nga jeta ime. Gjej the days, pra sa ditë kam ikur, nëse unë do shkruaja normalisht date diff dhe date diffit do t'i thosha këtë diferencë midis këtyre datave, por do më gjesh ditët, në rastin konkret ajo do më jepte sa ditë kam jetuar, dhe unë kam jetuar 13.428 ditë deri më sot. Por meqense unë dua të di sa ditë kam kaluar në rastin konkret, atëherë mjafton të shkruaj, meqense i gjeta vitin dhe muajin, të shkruaj MD dhe konkretisht unë jam 36 vjeç e 9 muaj e 4 ditë. Pra kjo 36.76.518 mund të përkthehet ndryshe si 36 muaj, 9 ditë, 36 vjet, 9 muaj, 4 ditë. E me këtë arrim edhe mbyllim të gjithë konceptet që kishim për të shpjeguar sot në këtë workshop. Presoj të keni kapur sa më shumë, janë shumë koncepte, janë shumë gjëra të reja që keni mësuar dhe me sigurisht do t'ju shërbejnë dashur pa dashur në një formë apo në tjetër. Nëse keni pyetje, sigurisht që ky është një moment i mirë që të më bëni këto pyetje. Nëse jo, atëherë mjafton në një moment tjetër, nëse keni nevojë për ndihmë, më shkruani dhe më thoni për çdo nevojë për ndihmë që kemi. Faleminderit për këtë dëgjes, për ligjëratën për kace, është ora pak e vonë dhe shpresoj që të keni qenë të vëmendshëm në të gjitha këto gjëra. Gjithsesi, ju inkurajoj që të rishikoni videon sa herë keni mundësi dhe të praktikoni vetë me të gjitha këto gjëra që mësuam. Këtu e mbyllim workshopin. A ka ndonjëri pyetje